Mirëdita, jam këtu për të shprehur dhe njëherë mbështetjen më të fuqishme të Partisë Demokratike për protestën madhështore të rinisë dhe qytetarëve të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Protestë e cila është ndruar në një uragan të fuqishëm kundër diktaturës autoritare, regjimit të Edi Ramës të bazuar në farsën zgjedhore, krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Tirana nuk ka njohur në historinë e vet një protestë kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protestë kjo që tejkalon kufijtë e forcave politike, por që kërkon me vendosmëri fundin e regjimit autokratik të Edi Ramës. Kërkon anullim në një seri ligjeve për të cilat deputet e parlamentit, deputet e Partisë Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë kanë votuar kundër në komisione dhe në seancë plenare. I kanë kundërshtuar këto ligje antikushtetuese dhe ligje që vinë në kundërshtim me direktivat e Komisionit Evropian dhe në gjykatë kushtetuese. Pra, çdo demokrat e demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetës i Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar dhe qytetar i Tiranës dhe i mbar Shqipërisë ka motivet më të fuqishme për të mbështetur këtë protestë, e cila ka marrë krahas për masave të uraganit në rrugë dhe sheshet e Tiranës për masat pa para botërore. Është bërë lajm dhe super lajm i të gjitha agjensive, televizioneve, gazetave dhe mediave më të mëdha të botës.